Ndërtim të barnave ne do të kemi një vëmendje tjetër të shtuar për cilësinë e tyre. Jo më larg se para 4-5 ditësh, një banor nga Fieri ma ka shtruar avokata, para një muaji ca media ka dhënë këtë lajm tha për diçka tjetër dhe shqiptarët gjenden tani tha dhe në mëshirën e fatit të këtyre barnave që nuk bëjnë efekt apo kanë problematika tjera, pra nuk gëzojnë standardet e duhura, pasaj dhe për çmimet që janë në raport jo të logjikshëm edhe në lidhje me tregun perëndimor. Barnat kanë lidhje direkt me shëndetin. Ne kemi parë disa herë deri tani edhe skema mashtrimi lidhje me rimbursimin e barnave. Këtu çështja është midis dy presioneve. Presionit të organit të akuzës për të bërë një hetim sa më efektiv, sa më të shpejt, dhe ky hetim të mos efektohet nga personat që kanë një pushtet, plus pushtetin e paras dhe përkraje tjera shtetërore politike, dhe për këtë arsye e sheh paraburgimin si një zgjidhje mbas edhe të detyruar, dhe presioni tjetër, që ky paraburgim të mos trajtohet sikur është dënim, se nuk është dënim,